pak besoj do kemi Genc Burimin në lidhje Skype. Stand-up njeri mu. Stand-up, se ju bje shpesh të jeni në panele? Dhe marrë për muj mjalti me shaj shpesh. Ja, kujdes me deklaratat, se mund keq kuptohen. Bej palkufje, pasaj dhe Bej palkufje, dakor, në regull, e nisëm kështu ëmbël muaj mjalti. Ndërko, Anërsipe, qëfar të habitive qëfar jo? Tani them vërtetën, E la i shumë këtë të habitur. hapur, Nuk është problemi se nuk më habiti asgjë, përsa ko besoj se lista e Partisë Demokratike duhet ishte një listë politike, si thuash, ose listë besnikësh, përsa ko mendohet se Partia Demokratike, pak të viteve të funit, ka zhvilluar ato betejat e veta, qoftë në parlament me djegje karikësh, qoftë me djegje stacione autobusash në terren. Kështu që në luft për të fituar, tani se s'duhet të bëj atë avokatën e djallit, po në luft për të fituar drejtësinë, ose në luft për të fituar pafajësinë përballë drejtësisë, besoj se ata që u vunë në lista ishin pothuajse besnikët e atyre qendrestarët e nga rithemelimi deri tek protestat për Free Berisha. Kështu që në këtë kontekst nuk më bën një habit madhe për pos lëvizjeve tek tuk, apo ndonjë merkatoje të re që ka pas nga dy partitë. Nga ana Partisë Socialiste, pothuajse ka një zhvendosje të emrave, si thuash, ministra cilët janë listë hapur, apo emrave tjerë të dëgjuar që janë listë hapur, emra anonim që janë në listë të mbyllur, që kanë thjesht kanë thurur elozhe ndaj Edi Ramës dhe s'kan asnjë kontribut qytetar, apo shoqëror, apo politik, apo asgjë, s'më thonë asgjë, që nuk besoj se i voton dhe lagja vetë, jo më gjërë, por... Po është taktike gabuar, Jo, sepse zoti Rama besoj në 12 vite ka kuptuar... Jo, nuk është ajo se... Si mblidhen votat? Jo, problemi është se Partia Socialiste nuk funksionon vetëm me taraf, si thuash, vetëm me njerëz, drejt për drejti. Është dhe ajo, pa dyshim. Partia Socialiste ka një lloj, sikurse dhe Partia Demokratike, por ka një bazë të gjerë mbështetësish, të cilët prirën të votojnë, si thuash, siglen dhe kryetarin. Pra, Partia Socialiste u udhëhequr nga Edi Rama në këtë koncept, kurse Partia Demokratike nga ana tjetër, pa tjetër që ka të bëjë zoti Berisha shumë, sikurse ka të bëjë dhe zoti Meta tek pjesa e koalicionit me zotin Berisha, që është opozita, si thuash, më e vogël e asaj të madhes, sateliti i të madhes, por besoj se shqiptarët kryesisht e di pse e them këtë, se ndoshta do bim dhe dakord, po ta shikojmë në aktivizimin ose në jetën parlamentare, kemi shumë deputet që as nuk thonë asgjë, as i kemi parë kur, as i njohim kur, nuk e dim çfarë përfaqësojnë. Nga të dyja partitë të mëdha, se do të pyes pak pastaj edhe për partitë e vogla. Për sa kohë Edi Rama ka më shumë mandate në parlament, ky ka dhe më shumë që nuk i dim. Më shumë që nuk flasin. Po, më shumë që nuk flasin. Ta përshëndes Gencin me që Genci të përshëndes dhe një herë, është hera dy që të përshëndes, edhe Ani... Ku je o ju? A di çfarë tha për ty? Se nuk e di nëse e hase. Tha, aq shpesh ta më bie të takohem me Gencin online, sa që na duhet një muaj mjalti. Kjo besoj ishte për të shkruar akullin e diskutimit politik. Ta zbushi çik retorikën e Gencit. Do të fush një kunjë të madhe, ka qenë një roman i Kadares, kujtohet, ai u des ky morç dhe u pam. Po. Ra ky mor dhe u pam, po. Që të shemi shpesho, Anri Bala, po. Është në tjetër. Mirë, për ta përfundove, se të ndërprerë pak për të... Kjo është një ide si për të bërë, po, për të bërë një hyrje. Ndërkohë, me që Anri në mbylli duke thënë që disa i njohim, disa nuk i njohim, disa kanë folur, e disa... Jo, kanë dhe urdhër nga partia për të mos folur. Pra, si funksionon të them dhe një fjalim? Po, patjetër. Funksionon, për shumë, nëse ti ke një fjalim ose nuk e di propozim, duhet ta qosh tek sekretari i përgjithshëm, apo pastaj kalon ka fazat e veta në parti që mund të flasësh, ta lexojnë ata, ta vlerësojnë, që mund të flasësh, nuk mund të thuash çdo gjë. Sepse në parlament kemi parë lloj akuzash, lloj si thuash, si ta përdor tani, sulmesh, të cilat ka term tjetër, po them sulme, të cilat përdoren për qëllime qoftë vetjake, qoftë spak në shërbim të komunitetit edhe në interesit publik, kështu që prandaj është ky filtri se kush flet dhe kush jo.